Zeqeria Ibrahimi nuk është më kryetari i Alternativës. Në mbledhjen e Kuvendit Qendror të partisë, ai ofroi dorëheqje të pakthyeshme. Në një status të gjatë në Facebook, shpjegoi se tërheqja e tij nga detyra e kryetarit do të vinte në janar para kongresit partijak, duke mos kandiduar më për postin e kryetarit. Megjithatë, shton se deri te kjo dinamike sollën zhvillimet në koalicionin Vlen, në mënyrë që vendimet e sotme për të ardhmen e Alternativës, por edhe të Vlenit, t'i marrë lidershipi i ri. Tutjes sqaron se dorëheqja nuk ka të bëjë me asnjë pakënaqësi ndaj asaj që sot përbën politikën e Alternativës ose të Vlenit në përgjithësi. Më duhet të them se pas kësaj përvoje në Vlen dhe përtej suksesit elektoral, tashmë kur Vlenit i duhet një projekt i ri politik, një vizion i ri, një kauzë re politike, një redefinim i subjektivitetit politik të shqiptarëve, por edhe një lidership i ri, unë gjykoj se nuk mund të ofroj më shumë se ç'kam ofruar deri tash në këtë drejtim nga ky pozicion dhe prandaj dëshiroj që të jem shtegu për energjinë e re që e kërkon ky proces. Tash detyrën e kryetarit të Alternativës deri në kongresin e ardhshëm partijak e ushtron Bekim Sali, aktualisht deputet, por që është nominuar për postin e zëvendës kryeministrit të parë. Sali nuk i kurseu fjalët miradje për paraardhësin, duke thënë se dorëheqja e tij është dëshmi e kulturës së tij politike. Unë sot nuk e marr drejtimin e Alternativës si pasardhës i tij, por si vazhdues i një rruge që profesori e ka shtruar me mund, dije dhe ndershmëri. Premtoj se do të mbroj moralin politik që ai ka ndërtuar, do ta ruaj frymën e tij dhe do ta çoj përpara projektin ton politik me përgjegjësi të plotë. Për zhvillimet në Alternativë me komunikat doli edhe koalicioni Vlen, ku bën pjesë kjo parti, mes tjerash shkruajnë se në funksion të unifikimit të Vlenit, një proces që do të vazhdojë edhe ditëve në vijim, Zeqeria Ibrahimi tashmë ka ofruar një propozim dhe liderët tashmë po e shqyrtojnë si opsion.